Të dashur bashkëdhetar, sonte në studion e televizionit Alba Life këtu në New York kemi ftuar aktorin e Hollywoodit, shqiptarin Marko Prent-Caka. Marko Prent-Caka i ka ngjitur shkallët e karrierës në jetën artistike si me magji. Ka një sër aktivitetesh të ndryshme dhe për të shuar kuriozitetin tuaj, le ta vazhdojmë bisedën më poshtë. Mirë se erdhe në studio, zoti Marko. Mirë se ju gjeta, është një kënaqësi edhe nga unë që vi në intervistën time të parë për një medie kaq prestigjioze që është Alba Life për komunitetin shqiptar të Shtetet Bashkuara. Ju falenderoj për ftesën. Para se të hidhemi në sukseset tuaja, do të desha të dija cila është fëmijëria juaj, para se keni ardhur në Amerikë ose lindja, rritja juaj? Fëmijëria ime është si gjithë fëmijët tjerë në Shqipëri. Unë i përkas atij brezi që jam rritur në sistemin monist, ku vi nga një familje e nderuar, familje që ka jetuar në rrethin e Shkodrës, dhe që origjina e largët, e kam thënë edhe më përpara, është në babai vjen shumë larg nga Feriza e Kosovës, ndërsa mamaja vjen nga një familje militare, edhe ajo shumë e largët, por që janë vendosur në një fshat në rrethinat e Zadrimes, domethënë fushën e Zadrimes, aty ku kanë lindur pendat e mëdha të kombit tonë shqiptar, siç është atë Gjergjfishta, është Ndrem Jeda, Shtjefen Gjeqovi e tjerë. Pra, unë kam një fëmijëri si gjithë tjerët, pa shumë pretendime, fëmijëria ime, domethënë një fëmijëri e thjesht, me një harmoni plot me gjithë bashkëmoshatarët e mi, gjithashtu edhe vjedhem një familje që prindit e mi më dhanë një edukim që unë tisha shumë i obliguar në jetën time që do të me vijente me tej. Pra jam shumë i kënaqur me gjithë atë që më kanë ushqyer prindit e mi. Gjatë gjithë kësaj periudhe unë kisha shumë koreshtjen, ajo që më ndiqte gjithmonë, dhe babai gjithmonë më ndihmonte për të qenë informuar, për të pasur një formim mbi gjithçka, dhe kjo më ka ndihmuar shumë që unë të jem domethënë të jem i qartë që çfarë duhet të bëj në jetë. Kjo ishte pikërisht pak a shumë për fëmijërinë time. Po për shkollën, kur u larguat nga Shqipëria, çfarë edukimi kishit marrë nga Shqipëria? Unë kisha mbaruar aty, domethënë para se të largohej nga Shqipëria, sapo kisha mbaruar shkollën e mesme në Shkodër. Shkollën e mesme në Shkodër. Në Shkodër, po. Edhe një shkollë brillante, mund të them, sepse vija nga shkolla Gjuhët Huaja me një kolektiv mësuesish. Me Gjuhët Huaja me çfarë gjuhë? Të gjuhën frenge, gjuhët frëngjisht, edhe me një kolektiv nxënësish që për mua ishin shumë të mirë dhe janë stacioni që unë kam marrë shumë gjëra nga ata. Në çfarë viti ike nga Shqipëria? Jam larguar në vitin 1991. Cila ishte arsyeja? Arsyeja, me të thënë drejtën, arsyeja parë ishte ajo që koreshtja, ëndra për të parë një botë tjetër, sepse po largoheshim nga një botë e mbyllur, e izoluar, e cila nuk të jepte asnjë gjë për nga ana e lirisë, dhe për fat mirë më kapi edhe në moshën kur isha tamam për të shijuar diçka, dhe kjo ishte ajo qëllimi që u largova. U largove vetëm apo me prindër? U largova, ka një histori të veçantë ajo largimi, sepse jam larguar me një rrugtim bashk me kushrit mi, një rrugtim domethënë shumë të gjatë, pothuajse gati 2 ditor në kamp për të kaluar kufirin grek, edhe për të vajtur pastaj në qytetin e parë në Kastoria, në Kostur. Dhe pastaj nga Kosturi vajtëm në Athinë, dhe kështu që ishin ato stacionet e para të rrugtimit tim të emigracionit, por në emigracion, me thënë drejtën, kisha vështirësitë e para, shumë vështirësi.
sepse kisha vështirësinë e gjuhës, kisha vështirësinë një njeriu që sapo kishte dalë edhe nuk kishe parë jetën akoma edhe po fillonte që të integrohej. Kisha një ambicie të madhe për arsimin, për një formim përgjithshëm në arsimim, edhe pak shumë me punët që bëra me këto e mora të kurajëm. Si arrite që të shkolloheshe në Greqi, sepse shpesh po flitet dhe është mëse e vërtet që ndryshimi i emrave, sidomos mua më shqetëson shumë, edhe jo vetëm mua, po mjaft shqiptar të tjerë, ndryshimi në shumë gjëra të tjera dhe arrin do të duhet të ndryshosh emrin pa të arrish diçka në Greqi. Dëgjoj, çështja e emrit kam diskutuar edhe në shumë raste të tjera, është një diçka që nuk vjen një proces si vjen një menjëhershëm, është një proces si vjen pas një detyrimi, ose domethënë pas një, nuk po bëj se duket shumë banale të them dhunet, por më tepër vjen nga një detyrim psikologjik që të krijojnë rrethanat e ndryshme, dhe është ajo detyrimi, është nevoja për të integruar në atë vend, është arsyeja ekonomike e shumë gjëra, sepse ishte vetë Greqia i vend që kishte ndërtuar atë formë që të asimilimit të njerëzve, me qenë se kishin ca probleme të përparshme, të asimilimit nga një fe në një fe tjetër, në fe në tyre, e gjithë kjo nisi një proces i dal nga dal. Si arrite të shkolloheshe, Marko, duke pasur gjithë këtë lloj diskriminimi që bëhet aty në mënyrat më të egra për mua personalisht, si arrite të shkolloheshe të mirje maksimumin e edukimit në Greqi? Unë pata një fat mirë, faktikisht, se sa po vajta në fshatin ku isha në Greqi, në Kostur ta. Jo, është në fshat të Athines, pothuajse në zonën e Atikës, kështu quhet ajo. Quhet Plates, është një fshat historik për betejat e ashpra. Janë nga antikiteti. Po. Por aty është një zonë arvanitese, praktikisht, zonë ku kanë punuar arbëreshët e hershëm. Dhe unë pata i fat mirë që u afrova nga një familje greke, me një nën shumë të shkëlqyeshme, ishte një grua që rrallë mund gjesh që ajo në Greqi, e cila më afroi gjithçka, më afroi dashurinë e saj, më afroi ngrohtësinë për të qenë afër familjes, për të qenë me tepër si njeri, me qenë, sepse ajo problemi i mos dokumentave, shumë gjëra tjera na bënte si të ishim si ndacak, që fshiheshim ku operacione, sa po kishim filluar operacioni Fshesa, edhe ishte një nga operacionet më të egra që mund të ketë në historinë e botës moderne të qytetërimit, as më tepër për Greqinë, që ishte një vend i komunitetit të Bashkimit Evropian, dhe praktikon të këtë lloj mënyret të këtij operacionit barbar shnjërzor. Por gjithsesi ne mbijetuam kësaj lloj formet, dhe për fatin e mirë, kjo familje më dha këtë strehim, që unë e përfitova shumë nga këto. Një status krejtësisht të veçantë. Të veçantë, duke fituar edhe imunitetin e një njeriu të rregullt, por edhe imunitetin për të fituar gjitha drejtat që kisha si një birësuar për të marrë si student, më thej. E thash shumë gjëra tjera. Faktikisht ku ishe, në çfarë universiteti? Unë shkova në Universitetin e Athines, në Universitetin e Filozofisë, ishte një universitet shumë prestigjioz, me shumë student shqiptar, shumë të arrirë, të cilët studiuan dhe u diplomuan nga ky universitet. Cila ishte dega juaj? Dega ime ishte e gjuhët e huaja. E gjuhët e huaja. Por ishte edhe për psikologji. Me të thënë drejtën, është një sakrificë që t'i bësh të gjitha, sepse më duhej edhe studimet, më duhej edhe të punoja. Gjitha këto arrita t'i koordinoja që t'isha
të kisha një farë rezultatit. Dhe besoj se rezultatet nuk dolin edhe aq keq, ashtu si sherdhen në vijeme sipër, sepse unë... Tani ju u larguat nga Greqia, nuk e dija e ushtruat profesionin atje në Greqi, profesionin që juve mbaruat universitetin? Unë, jo, është komplet ndryshe, sepse profesioni im është për filozofi, për shkencë tjetër, nërsa për gazetari që vazhdova, ndoqa një tjetër studim për gazetari pranë e kanalit të madh prestigjos Antena, cilën e ndoqa për 2 vjet, dhe aty mora një diplomim i cili më jepte një mundësi për të qenë më afër profesionalisht në degën e gazetarisë. Dhe që aty nisen hapat e para të gazetarisë time në Greqi, si profesionalist, dhe besoj se jam shumë i kënaqur që e pata këtë fat, domethënë. Cilat janë disa nga shkrimet që keni realizuar ose intervistat në këtë profesion? Në këtë profesion shkrimet janë të shumta, sepse unë kam filluar edhe si një gazetar i lirë për gazetat në brendshme aty, si që ishte Gazeta Athines, gazeta isha bashkëpunëtor me gazetën Espresso, disa gazeta greke, por që isha i jashtëm. Pastaj me mediat shqiptare nisa një korrespondencë me të shpesht, duke filluar me gazetën Shekulli, dhe një nga shkrimet që kam patur, që është dhe si pari i shkrimet e mia me mediat shqiptare, është një rast me fenomenin e flamurit. Pra, kështu kam titulluar edhe shkrimin, sepse kishte të bënte me gjestin që një shqiptar, student në veritë e Greqisë, solli gjithë sherrin, mund ta them politik, diplomatik, të gjitha i kishte brenda, për arsye sepse nuk lejoi një shqiptar nga një pjesë e ekstremistëve, nuk lejoi që të ngrinte flamurin grek. Ndërkohë që si rregull ishte që ai që kishte notën më maksimale, pa përjashtim ngjyre të pasë, do të ngrinte flamurin grek. Dhe këtë e përfitonte një shqiptar. Por pjesa tjetër, ajo ekstremiste që ishte anti-shqiptare, ajo kishte ngritur protesta dhe kështu që shkojnë kaluan edhe e vinin edhe për vjetore të tjera dhe krijonte përsëri të njëjtin. Krijonte probleme. Probleme. Kështu që një shqiptar e hapi atë. Sa i lirë ishje në pasqyrimin e këtij konflikti që vazhdon të jetë në Greqi, duke pasqyruar në mediat, sepse ndërkohë u shkollove, jetoje, punoje në Greqi, dhe ndërkohë botoje kundër veprimit të tyre, fashist mund ta them. Sa i lirë ishe për këtë? Ta pasqyroje në gazetën shqiptare. Patjetër, unë duhet të them këtu sepse mediat në Greqi kishin një hapësirë lirijet për të gjithë ata që duan të punojnë, për të gjithë ata që kanë vullnetin për të bashkëpunuar. Και επειδή σίγουρα αυτό το έχετε ξεχάσει, γιατί πέρασαν στις γιορτές, τα μηνύματά σας στο 4545, εδώ τα περιμένουμε, τα σχόλιά σας, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι θέλετε να δείτε και τι δεν θέλετε. Μάρκο Τσάκα, ο συνάδελφος δημοσιογράφος της ευρείας κυκλοφορίας αλβανική εφημερίδα, την Πανοράμια, ο οποίος ακολούθησε βήμα προς βήμα το αστέρι μας, το ελληνικό αστέρι, το αστέρι του ελληνικού πενταγράφου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, η Ρούλα Βροχοπούλου. Ο Μάρκο ήταν ο άνθρωπος που έγινε η σκιά της Ρούλας στην επέλασή της στην φίλη γειτονική χώρα Αλβανία. Με ένα τσουβάλι πράγματα και με πολλές χιλιάδες ευρώ στην τσέπη της. Τι λες καλέ? Εγώ τι λέω? Θα τα δεις σε λίγο. Τι τα μοίρασε? Ξέρω τι λέω. Η Ρούλα Βροχοπούλου πήγε σαν τους έχιδες, στα σκόδρα. Η Βροχοπούλου και Τσάκα. Καταρχήν, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, κύριε Τσάκα. Συγχωρέστε με για τα ελληνικά μου, παρόλο που έχω πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε
συγγνώμη που διακόπτω, στον κόμμα βλέπουμε πλάνα από την εκπομπή στα οποία από το 83% παρουσιάστηκε η Ρούλα Βροχοπούλου. Και είχε και αυτή κλάμα. Και έκανε τηλεθέαση πόσο, κύριε Τσάκα? Δεν την παρουσιάστηκε. Έκανε πάνω από 80%. Δεν γίνονται. Εγώ σου είπα ότι ξεπέρασε και το Λαζόπουλο, κάτι ήξερα όταν το είπα. Έχει στην Αλβανία το ένα είναι δημόσιο και 3-4 είναι τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια ιδιωτικά. Δημόσιο ή στο ιδιωτικό? Ιδιωτικό έχει πολλά, αλλά με εθνική εμβέλεια είναι περίπου 3-4. Όχι, που παρουσιάστηκε. Εκεί στο Vision Plus. Στο Στάρ της Αλβανίας θα λέμε. Ναι. Παρουσιάστηκε στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό στάρ της Αλβανίας, τον δημοσιογράφο Αριάν Τσάνι. Το οποίο θα προχωρήσω όταν αποκτήσω χρήματα να το εξαγοράσω για να μπορέσω να προχωρήσω κι εγώ. Δεν θα κάνεις καριέρα στην Αλβανία. Ναι, στην Ελλάδα δεν με Αφού προηγείται η Ρούλα. Ο συνάδελφος, πώς λέγεται εκεί που παρουσιάζεται? Ο συνάδελφος λέγεται Αριάν Τσάνι. Μοιάζει με το Στερόγα πάντως. Θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι ο Αριάν Τσάνι είναι ο μεγαλύτερος show, δηλαδή showman της τηλεοπτικής κανάλης. Κάτι σαν εσένα, Στέφανε. Ο Στέφανος είναι της Αλβανίας. Ένα χειροκρότημα. Ήξερε η Ρούλα που πήγε. Για να ξέρετε και κάτι ότι... Unë do të them këtë se kishe shumë, përveç atyre që ishin me të cilësuara që ishin paka shumë me një tendencë anti-shqiptare, kishin një pjesë tjetër që ishin, ajo që është më shëndoshta, kishin një medje tjetër që e mbronte pjesën e huaj, lirinë e fjalës, mbronte ishte më demokratike. Ishte më demokratike. Interesant. Edhe unë kam patur fatin, domethënë gjatë kësaj kohe që të kem bashkëpunim me gjithë këta, të gjej një harmoni të plot. Madje duhet të them edhe këtë që nuk e kam thënë ndonjëherë publikisht, sepse s'më është dashur që ta them, kështu kam qenë nga ato të parë që kam futur frymin që edhe shqiptarët kanë media, edhe shqiptarët kanë zërin e tyre të lirë, edhe shqiptarët kanë të drejten për të qenë pjesë e kësaj ashtu. Jo si duhet dalë me flamurin, po flas nga ana mediatike. Kam ndihmuar ashtu si kanë ndihmuar disa kolegë tjerë që janë në Greqi, kolegë të njohur. Kishte shqiptar të tjerë, kishte kolegë shqiptar? Ishte një shqiptar, ishte Robert Goro, ishte Ramadan Bigza, janë pena të emigracionit në atë. Dhe këta që gjithë ne së bashku ndihmuam shumë në frymin e re që po linte nga vitet 2000 e pastaj, sepse viti 90 është viti me që domethënë fytyra e shqiptarit ishte përdhosur kaq shumë nga gjitha mediat greke. Por neve media është një diçka shumë e fuqishme. Nga ajo nuk flasin shumë për mediat, flasin më shumë për politikanët e nuk flasin për njerëzit e mediat. Media është një zë shumë e fuqishme, aq më tepër në Greqi. Është një nga zërat më të fuqishëm që ndikon edhe në politikë, por edhe në opinionin shoqëror. Sidomos po të jetë shkëputur nga shteti, është e fuqishme. Është e fuqishme sepse kishin pavarësi. Unë për fat mirë bashkëpunova me 2-3 fuqishëm, ishin miqtë e mi shumë të mirë, siç është Nikos Haxhi Nikolau, shumë zë i fuqishëm i medias greke, edhe i ndjeri Nikos Kakaunakis, edhe ai, domethënë që kisha një miqësi me ta edhe më ndihmuan me informacione. Juve e latë Greqin, cila ishte arsyeja që erdhët në Amerikë? Në Greqin e lash në vitet 2010, një nga arsyet që e lash, me të drejtën, ishte arsye ekonomike. Kriza ekonomike përfshiu jo vetëm gjithë, po të parët që u preken nga kjo krizë ishin gazetarët, sepse shkua me kohë, me muaj, pa u paguar, na mbanin paratë, gjitha kjo, erdhini, por unë isha njëkohësisht edhe gazetar pranë kryeministit grek, pra isha me vite edhe përpara me paraardhësin e tij Karamanlis, por pastaj në fund isha me kryeministin Papandreou si një reporter që mbuloja gjitha takimet e tij, mbuloja gjitha konferencat e shtypit të tij. Mu dha mundësia që ai po vinte për vizitë disa ditore në Shtetet Bashkuara dhe unë erdha
për ta parë këtë vend, pasi kisha ardhur edhe në vitin 2004 me kryeministin Karamanlis. Por kur erdha herën e fundit, thash tani është mundësia për të ndryshuar kursin tim, për të parë një diçka që është më mirë. Dhe suporti më i madh që mu dha për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara është kushira ime, e cila ajo me vlerësoj shumë. Nuk është problem që të them edhe emrin Ledina, i thonë Ledina Nikolli. Është një vajzë, shumë faleminderit. Është një vajzë intelektuale e cila mu gjet në krah që në momentet e para të ardhes time në qëndrimit tim në Shtetet e Bashkuara, e cila më suportoi edhe në banesën e saj, pra një banesë e cila u bë streh për mua në fillim, por që nuk paguajta për 2 vjet edhe asnjë qindark. Kjo duhet të theksuar sepse jeta në New York është shumë e shtrenjtë. Kuptohet me standardet. Je mirënjohës, shpreh mirënjohjen. Edhe i shpreh shumë mirënjohjen për gjithë atë ngrohtësi që më ka dhënë gjatë gjithë atyre viteve, mund të them të vështira për një njerëz që vjen për të tani nga një gazetar, reporter, me gjithë ato përpjekje, mundime, si i ri që ke qenë, arrite që të shkosh dhe të aktrosh. Si arrite? Aktrimin, me të drejtë, nuk e kisha bane herë. Nuk e kisha provuar ndonjëherë. As në shkollë, se zakonisht bëheshin aktivitete të ndryshme? Në shkollë kam patur momente që jam marrë me teatrin në disa prova, u regjistrova pothuajse për disa javë, por e praktisa disa prova në atë trupën e teatrit studentëve në Greqi, por e praktisa shumë shpejt dhe se kisha gjëra të tjera për edhe nuk e mendoj, edhe nuk kishte atë nivelin sa duhej që mendoja që mund bëja karrierë. Por kur erdha këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qenë se puna ime ishte intervistues me yje, kisha bërë më përpara, kisha një eksperiencë, domethënë shumë vjeçare me fushat ndryshme të sportit, të politikës, edhe të artit, por këtu në Shtetet e Bashkuara me konkretisht u thellova tek arti. Me pëlqeu shumë, me pëlqen kinematografia amerikane, që është e vërteta. Dhe që aty nisa unë atë hapin e parë, domethënë se me intervistin e parë me Bill Bob Thornton, ish bashortin e Angelina Jolies, i cili me dha një intervist modeste, por më tepër si bashkëbisedim. Isha me një mik timin, sepse edhe anglishtin nuk e kisha të mirë perfeksionuar, edhe isha me një mik timin që flitsha dhe me përkthente më mirë. Mu bë shumë miqësor Billy, dhe me uron që çfarë do të kesh mundësi që do të bësh këtu, mua me ke gati, ishte një mund ta quaj nga ato aktorët rebel, domethënë që nuk pyet shumë gjëra, domethënë nëse ka një gjithçka që më ka mbetur kështu, është një njerëz që po të dha fjalën, të qëndron në fjalë. Atë kuptova tek ai. Një lidhje me njerëzshme. Pra lindi flirti i parë i dashurisë për artin e aktrimit. Por ajo që do vinte, si i themi neve, qeshia në tort, do të vinte pas një vitit me Cameron Diaz, një femër perfekte, flas nga ana e komunikimit, i cila me ofroi një mini intervist, që se kishe shumë punë, sepse po promovonte një libër, edhe i pëlqeu shumë biseda, edhe i pëlqeu edhe origjina ime, se më tha se kishe qenë edhe në Greqi, edhe i pëlqen shumë me zdheu. Edhe me propozoi, më tha të bësh diçka në lidhje me filmin, kështu që kishin edhe producentët rreth saj, kështu që unë orientova më tepër, edhe këtu nisa atë vartën time. Vetëm ata kanë qenë frymëzimi i parë. Sigurisht janë edhe njerëz tepër të njohur dhe të dëgjuar, dhe sigurisht që të kanë dhënë frymëzim për të ecur më tej. Cilat janë disa nga rolet që ke pasur në filmat të ndryshme dhe filmat?
Unë kam vetëm 7 muaj në film, 7 muaj edhe pak, mund të themi. Roli me i parë që ka nisur me filmin i cili do dalë tani në kinemat amerikane, është filmi Tapestry, dhe është skena e parë e imja bashkë me aktorin hollywoodian Stephen Baldwin, me të cilin kishim një pjesë ku unë isha një mik i tij frekuentuesi natës, jetës natës, sepse ai kishte nisur një jetë shturë për arsye të një konflikti që kishte brenda në familjen e tij. Dhe kështu që ne skena tregon me tepër arktimin me pijen alkolike që kishin tepruar së tepër. Edhe ka disa skena kështu të vogla. Kjo ishte skena e parë që nisa unë të orientohem, domethënë, në filme të produksioneve të mëdha. Cilësoj me tepër është domethënë më njëherë pas filmit Tapestry vjen një audicion për filmin Boardwalk Empire, ku ishin disa karaktere dhe unë përzgjidhem për karakterin e një gangsterit italian të vitit 1930. Pra nuk e di si çfarë. Përse e bën këtë lloj përzgjedhje si të një gangsteri? Po ti një djalë kaq i rregull, si arrite ta realizosh? Arrita ta realizoj herën radh parë ata shohin pamjen e fytyrës, i përket pak a shumë sepse personazhet e ngjarjes janë italian, të viteve 1930, ata kanë qenë të bëmave të dikush. Portreti pak edhe meqense se isha i shumë i përshtatshëm, edhe gjua me kombinoi, për arsye sepse isha një i ardhur nga ne, nga ato vise, domethënë që flasin me gjuhën e përshtatshëm, domethënë jo amerikan. Edhe panë që ti mund të luash rolin e një gangsteri, po të embël ama. Jo të gangsteri të ashpër, ai që killer, që del edhe vret e ben. Po një që gangster që është afër personazhit kryesor të killerit aty, që ai ngjarja është në rezortin e Kubes, ku unë jam një gangster arktues mes disa femrave që shoqërohem, por që ruaj qetësinë që të mos ketë probleme. Kjo është gjithë ajo fabula e pjesës. Por u pëlqeva shumë nga producenti i filmit. Dhe ishte ndonjë detaj në provat që keni pasur si gangster, në këtë momenti i parë kur të tantolozësh rolin e gangsterit, cili ishte në... Me thënë drejtën, në momentet e para më thanë çfarë mund të bësh si gangster. Edhe unë thash, okay, thash mund të marr një armë, thash, edhe mund të drejtohem dikujt edhe kështu. Do kishe mbajtur ndonjë armë në dorë? Nuk kisha, edhe armën nuk e kisha mbajtur, por me duhet që të fitoja audicionin, me duhet të bëj një pjesë po improvizionale. Tani çfarë të bëj? Po edhe çdo gjë që ti mora një armë dhe fillova të drejtoj edhe po isha sulur ndaj një femre e cila donte që të më vriste dhe i thash që rri aty dhe mos lëviz fare, po me një ashpërsi shumë. Ajo shikimi e beri producentin që tha, ti mund ta bësh të rol. Për thënë drejtën, u surprizova për arsye sepse janë shumë gjëra që përzidhesh, është gjua, janë shumë elemente, por e mora. Isha ai që e mora këtë rol dhe jam shumë me fat që jam pjesë e sezonit numër 5 edhe të fundit të Boardwalk Empire, një filmi i cili është në platformat digjitale të gjithë botës. Kjo me bën pak të ndjehemi privilegjuar. Por nëse do flasim për detajet tjera pastaj me filmin, vazhdon pastaj edhe ofertat e tjera në shumë seriale të tjera, edhe por unë tani sepse filmet kam realizuar deri tani janë 10. Po me Steve Spielberg. Me Steven Spielberg nisa kishte dalë një njoftim që unë njoftova nga agentët e mi që
Spielberg me një film të ri do jepte audicionet. Edhe unë mora pjesë në audicionin e korrikut për të filluar gjerimet pastaj 2 muaj më vonë. Në audicion u paraqita atje edhe më thanë i provizo diçka, kisha ardhë, ju thash që kisha ardhë nga Boardwalk Empire, kështu. Nuk u largova me thënë drejtën, me thanë okej, largohu. Mund të largohesh, shumë mirë, do të them përgjigje nëse jo, se po. U largova, nuk e bajta shumë mendjen, me thënë drejtën, se okej, thash, filmi Spielberg është edhe nuk është... Mund të mos realizohet. Mund të mos realizohet, sepse e shifre edhe kapacitetin tim, se kishe konkurencë, kishe, kur flasim në të film, flasim për 2300 veta radhë, radhë, konkurencë, vetëm për një rol timin, pa thënë rolet tjera. Edhe, pa prit mas, aty nga korriku, nga fundi i korrikut, me vjen një email edhe më thotë si Mr. Caka, welcome in the Spielberg movie. Nuk e besova me të drejtën sepse sa pash atë emailin vin disa spame kështu, por megjithse kisha një, sepse isha mësuar tani me emailet që më vinë nga produksione të tjera, edhe shikova me vëmendje. Po kur e besova që me të vërtet ishte e produksionit që unë kisha dhënë audicionin, nuk e përmbajta veten. Isha njeriu, mendoja se thash, edhe unë u bëra pjesë e një njeriu që e kisha në imagjinat ikonin e tij si një nga producentet më të mirë në botë, më të famshëm në botë. Është e vërtet. Edhe që aty, pastaj për të qenë i sinqert, nuk fjeta gjithë natën, nuk fjeta, nuk e di, ndjehesha sikur do shkoj që nesër të filmi, nuk përmbasha, sepse ishte... Se realizove një ëndër që... Ishte një ëndër e dikurshme. Po, ishte një ëndër edhe me zisprishje, edhe sepse kërkoja, mësoj edhe detajet, sepse më kishin thënë se për detajet do t'japim njoftimet me vonshme. Edhe aty mbeta, derisa me vinë detajet, më thonë se do fillojnë gjerimet me datën 14 shtator, ishte ditë e diel, edhe atë ditë si gjithë tjerët të zgjosh mirë, sepse do takosh me Spielberg. Me thënë drejtën, nuk më vinte shumë ashtu që qa do beja, me vinte ajo, si është kënaqësi ti jesh pranë tij. Ishte një ëndër që vetëm ta shifsha nga afër, se kisha parë nga afër, edhe arrita jo të vetëm ta shoh, por të më preks në supë disa gjëra që donte që unë t'isha mirë gjatë rolit. Ishte një njeri brillant, të më thënë kur thënë brillant nga mendja, njeri që një thjesht, që po ta shifshe nuk e mendoje si ki ishte Spielberg, sepse qëndrënte shumë afër me njerëzit, fliste, bënte, ishte një me aktorët. Çlironte vetëm energji pozitive. Vetëm energji pozitive, sepse ai, duke mbajtur këtë qëndrim, duke qenë kështu në harmoni me gjithë, ai do shifte do merrte maksimumin nga aktorët. Zbulon gjithçka. Zbulon gjithçka. Ai ishte në brendësi, në qeliz. Ajo, me bëri përshtypje se ishte nga producentët e pak që nuk përdorte, nuk qëndronte tek monitorit. Por shkonte direkte në shërgjerim, në skenën ku do luaj, tek aktorët aty, për të shpjeguar, për të thënë detajet se çfarë do të bëhej. Është edhe Tom Hanks, right? Sigurisht, me Tom Hanks, kam një diçka të bukur me Tom Hanks, sepse gjithë janë aktor Hollywoodit edhe paka shumë mbat një distancë, qëndron në aktrim, po nuk paraflet. Edhe i thash një mikut tim, një kolegut aty, aktori, thash, duhet i flas. Tha, s'besoj se do flas, se tha, ti e din se si janë to aktorët e Hollywoodit. Jo, i thash, do t'i themi 2 gjëra dhe nuk e di. Edhe i thash, unë jam ani nga afër Greqisë. I thash, edhe kam jetuar shumë vite në Greqi.
u kthye se ja drejtova, më tha, pse jeni nga Greqia? I thash, unë jam shqiptar, i thash, po kam jetuar shumë vite në Greqi. Tha, ua, tha, po më surprizon, tha, unë i du shumë, tha, ato vende, tha. Edhe tha, me pëlqejnë, unë shkoj shumë shpesh, është dashuria ime, thotë, e dashuroj historinë e Greqisë, e kështu po më fliste. Po kur qëndroheni 2-3 minuta aty, kthehem pastaj, e më thot mua, fole me te, më thot shoku im, thash fole, thash, po qa i them, se ti si ty, thash, atë çfarë i thash se unë e dija se ai do ta bënte me tërheqëse. I thash, i tregova për vendet e mia të bukura që kemi andej, thash, për detet e për këto, që ai vjen çdo vit edhe arktohet. Tha bravo, tha se është shumë vështirë të flasësh me aktorët e Hollywoodit kur jenë shesh gjerim me tepër. Ky është një detaj që munda ta cilësoj këtu, sepse janë me të vërtet është një eksperiencë shumë e veçantë që të ruash domethënë me aktorët e tillë, sepse unë isha në rol të reporterit pran Tom Hanks, i cili është një infiltruar avokat, i infiltruar i agjencisë shërbimeve amerikane, kundra agjentures të KGB-s sovjetike, dhe unë si një reporter duhet t'i thosha duhet t'i thosha Tom Hanks si flashback, edhe këte ma dha Spielberg, you're got it, edhe më thamu, okej, edhe sa më tha, të më thënë se du t'a bëja unë bashkë me ata grupin tim të reporterëve që ishim, du t'i thosha Tom Hanksit, flashback që të kthehej edhe tek neve që ishim me aparate të filmike të kohës. Pra janë disa detaje që mua me mbeten në kujtesë, si detajet më të bukura të historisë të jetës time. Është shumë interesant se nga reporter real i Papandreut, reporteri, një aktor i Hollywoodit, si që është Tom Hanks, dihet ta bëje, sepse vetë profesioni, si që po shikoj dhe nga biseda, që kemi pasur, edhe më parë në intervistën për gazetat, shikoj që ka ndikuar mjaft profesioni, komunikimi tënd, nëpërmjet intervistave të ndryshme, edhe nëpërmjet ndërhyrjes së bukur që ke ditur të arish të komunikosh jo vetëm me njerëzit që janë të famshëm, por edhe me njerëzit e thjeshtë. Nderuar Kozet, faleminderit që po ma bëni këtë kompliment, por unë duhet të themi diçka. Unë kërkoj ndjesë dhe teleshikuese për shqiptërimin tim, sepse flasim 23 vjet të mos jesh në vendin tënd, është goxha, të mungoj gjua, të mungojnë tonacionet, embelësia gjuhës, janë shumë gjëra që to e kanë efektin e vetë negativ kur jeni mungesë në emigracion. Por fal fatit e mirë, ajo mbajtja me anë të gazetarisë, me anë të profesionit, unë kam arrit të mbaj gjuhën të gjallë, paktën në brendësinë time. Më thënë, mënyrën e të shkruarit, mënyrën e artikuluarit. Të shkruarin e keni shumë të bukur. Mundohem të jem mirë, është ajo që mund të jem pen për të shkruar, po mund të kem probleme në të shqiptuarin, me të shprehurin. Por gjithsesi jam i kënaqur sepse më ka ndihmuar edhe komuniteti ku jetoj, miq që kam shqiptarë, jetoj me to. Ja tani do lidhesh edhe më shumë, edhe me shkollat shqip, edhe me televizionin Alba Live, me komunikimin, e kështu. Unë dëgjova shumë gjëra edhe për juve, ju kam ndjekur edhe përpara, e më vjen mirë që jeni bashkë me bashkëshortin tuaj, jeni nga ata njerëz të veçantë që unë u di shumë se çfarë do të thotë puna juaj, sakrifica juaj. Kam një jetë të tërë që kam punuar me njerëz si ju, por jo këtu, por në Greqi. E unë di që kam njohur njerëz nga ata aktivistë, domethënë që kanë lënë bukën e fëmijëve vetëm për të shërbyer komunitetit. Edhe këtë i vlerësoj shumë, janë me gishta ato persona. Janë ato persona që nuk kanë lënë hallën e tyre për të zgjidhur çështjen e një komuniteti të tërë, të gjithë emigrantëve që ishin në Greqi. Ajo pjesë shumë e dhimbshur që po të flasësh për historinë e emigrantëve të Greqisë,
pa lënë minjan edhe të Italis edhe vendet e tjera, pa lënë minjan gjithë diasporën shqiptare, por ama emigrantët e Greqisë ishin shumë të diskriminuar. Edhe gjithë kjo punë duhej puna aktivistëve që ishin të pakt, që të punonin, që të sensibilizonin edhe opinionin brendshëm, që të bënin presionin e politikës, e cila i shërbente qarqeve të caktuara, si në dokumentacionet e gjitha. Pra, unë ju a di shumë mirë çfarë do të thotë punosh për një komunitet të tërë. Gjithë sakrificin tuaj e jepni vetëm për komunitet. Pra, jepni atë që pak kush e jep. Faleminderit, në fakt ka plot që punojnë edhe është bukur që neve të punojmë bashkarisht për çështjen shqiptare. Është vërtet një vend që ka qenë tepër izoluar edhe bota shumë pak e nje. Tani që u hap, ata befasojnë me shumë gjëra të mrekullueshme që ka kombyn, pavarësisht edhe gjëra të tjera negative, e që ato janë tepër të brendshme tonat, por shpresoj duke folur si djalë i ri, duke folur kaq bukur për njerëzit që punojnë të përkushtuar në Greqi, që unë të vlerësoj për këtë, në kokë më lind ideja që ju, djemë të rinj, që keni arritur në kinematografinë amerikane, duhet një film për diasporën mbar. E ka menduar këtë gjë. Kudo ku frimojnë shqiptarë. E ka menduar edhe këtë, po është do të jetë një film shumë i bukur. Pse? Ne jemi emigrant. Sa i njohim ne njëri tjetrin, mua lotoj kur ti the që ike nga Shqipëria, aq i ri, domethënë ike për ëndra, pse mos ta kishim ëndrën të realizuar në Shqipëri? Është e tmerrshme ndarja, ikja, nuk kemi mundësi të hidhim mjaft, janë mjaft njerëz që s'u kanë hedhur një dorë dhe prindërve, duke filluar që nga ne, që nga unë që po të intervistoj këtu e me radhë. Domethënë janë shumë gjëra të dhimbshme. Pra shpresoj një ditë që të bëhet një film i bukur për vuajtjet, për pjekjet e emigrantëve, pas një ndim, do me thënë, shkon dhe përplasesh me murin, përplasesh me gangsterët që po luan, përplasesh me njerëzit që nuk i nje, vjen në një vend që nuk nje gjuhën, gjithçka. Njeriu që do të punoj, realizon ëndrat, dhe këto ëndra kaq të bukura, neve si Televizion Alba Live i shikojmë nëpërmjet jush, nëpërmjet shumë personaliteteve të tjera që kanë arritur. Ne kemi, unë ju falenderoj shumë për suportin që jepni, jo vetëm për njerëzit e artit, për të gjithë hallka që ka komuniteti i shqiptarëve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një suport sepse ne shqiptarët, thash, kemi shumë vlera. Janë vlera që ne duhet t'i konkretizojmë. Ne flasim gjithnjë për vlerat e të parëve tanë. Edhe faktikisht neve duhet pasqyrojmë, sepse trashëgimia nuk vjen duke folur. Trashëgimia vjen duke vepruar, duke act now, veprosh tani, të bësh gjëra që ka nevojë komuniteti, ka nevojë, domethënë, ajo, domethënë, vendi ynë ka nevojë për njerëz të tillë që duhet ta çojmë emrin e vendit tonë shumë përpara. Dhe besoj se kjo do të arrihet. Do të arrihet, sidomos në Amerikë, që është vendi më demokratik në botë, të jep shumë mundësi. Shqiptarët duhet të tregojmë se jemi të bashkuar. Duhet të tregojmë se kemi, sepse është shumë lehtë të dalësh e të flasësh për patriotizëm, kështu me anë të fjalës, është shumë e lehtë, por patriotizmi është kur e bën në veprim, ashtu siç bëni ju. Punoni për një komunitet, leni sakrifikoni, leni fëmijët tuaj, leni atje, vetëm për të vepruar, për të përquar atë zërin e këtij komunitetit në mediat amerikane, në jetën sociale amerikane. Kjo është shumë e rëndësishme ky suport. Kështu që duhet bëhemi të gjithë së bashku. Nuk mjafton vetëm 2-3 element. Mjaftojnë shumë. Duhem të gjithë të marrim iniciativat aty ku më thatë ju sepse kishit qenë tek një aktor shqiptar në një pjesë që luaj në një nga sallat prestigjioze në Tribeka. Dhe aty duhej që të ishte një komunitet shqiptar, të ishte një pjesëmarrje
E jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Ku janë shqiptarët këtu? Sepse është shumë lehtë të flasim. Të ndërpresim kafet për një ditë. Nuk u bën nami që s'pin kafe një ditë. Nuk u bën nami që edhe punën e lem, kur është puna për të ngritur moralin ton, për të ngritur, sepse ne kemi nevojë. Ka lëvizje, faktikisht është një lëvizje. Jemi një popull i vogël. Jemi një popull që kemi nevojë për të dalë në skenë botërore, sepse nuk jemi nga ato shtetet e fuqishme që kanë punu para arsit e tyre më shumë, edhe ja kanë dalë në banë. Ne kemi nevojë për element që duhet ta përqejmë vendin tonë në gjithë skajt e botës. Dhe këtë besoj që duhet shumë punë, por jo që është e paarritshme. Unë jam shumë optimist, sepse vetë në brendësinë time, domethënë ekziston optimizmi. E kam të larguar tërësisht pesimizmi, nuk e mendoj një diçka të tillë, sepse mendoj gjithmonë, sepse pas një dështimi ka prap një mundësi tjetër. Dhe kjo është ajo mundësia që ti mund të arrish të ecësh përpara. Në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Life, mira shikuesve kudo në botë, të urojmë shumë suksese dhe shkrenari për televizionin Alba Life dhe si shqiptare, si nën, si grua, si mësuese, që ju keni arritur dhe gjithmonë ju themi kur mos ndalo Marko për gjën e bukur dhe veçanërisht për të nderuar Shqipërinë. Shumë faleminderit edhe nga juve dhe besoj që ne do të jemi akoma më të motivuar vetëm nga ajo ngrohtësia që na jep një fjalë e mirë e kujdo, ne jemi akoma më të motivuar, por është edhe ajo që kemi edhe dëshirën tonë të madhe që vendin tonë ta nderojmë, ta vlerësojmë aty ku duhet. Edhe besoj që kjo nuk do të mungoj kurrë, pakte nga ana ime personalisht. Shumë urime, jeni më së miri pritur të bashkëpunojmë. Shumë faleminderit. Të dashur bashkëdhetar, ndoqët intervistën me aktorin e Hollywoodit Marko Caka. Ju faleminderit për vëmendjen, për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York.